Në vitin 1990 u formu Partia Demokratike dhe kem qenë mbështetje të Partisë Demokratike se fruti gjitha e cila ishte një frut edhe dëshirë e popullit për ndryshim. Kam ndihmuar unë me gjithë familjen time, me gjithë farafisin ton, Mustafaj, për forcimin e Partisë Demokratike, për ndryshimin e vendit nga diktaturë në vend demokratik. Në vitit 90 u formu Partia Demokratike, por ishte një gabim i formimit Partisë Demokratike në Tropoj. Ishte një gabim taktik i Partisë Demokratike dhe si frut i këta që do t'ju shpjegoj, u bë antimitingi i parë në Tropoj. Ishte mas antimitingu që u bën në Kur u themelua APD dhe kur u bë dhe antimitingu? Në vitin 1990 u formu PD-a dhe në vitin 1991 u bë antimitingu në janar në vitit 1991 u bë antimitingu në Tropoj. Pra, u bë antimitingu në Tropoj në vitin 1991 për faktin dhe frut, shkak i këtij ishte gabimi i Partisë Demokratike që bani kryetar Partisë Demokratike një që ishte instruktor në komitet ekzekutiv. Pra ishte instruktor në komitet ekzekutiv, prej në orën 7 e deri në orën 3 punonte instruktor në komitet ekzekutiv, dhe në orën 3 vinte kryetari i Partisë Demokratike. Pra kjo ishte parapranueshme për njerëzit dhe në mitingun nuk e marrë në datën eksakt, por në janar në vitin 1991 u bë antimitingu i parë. U përplasëm ne me ata që bën antimitingun dhe si përfundim fillojnë sherrët në Tropoj. Pasi u bën dasit mes dy forcave PD, PS. Ai ishte gabimi im. Gjithë njerëzit ishin për ndryshimin. Por, nga që Partia Demokratike bën një gabim taktik, jo si ishte ndonjë njeri i keq, që si ishte bën njeri i keq, po ishte instruktor. Prandaj u bën sherrri. Ky ishte shkaku i sherrrit. Kam folur me persona që ishin kundërshtar to dhe na thonë se çfarë u besua Partisë Demokratike kur kryetari i Partisë Demokratike ka kanë vënë instruktorin e komitetit. Edhe ngjarjet rradhën njëra mas tjetrës. Unë kam ndihmu studentat me ushqime, unë kam qenë shok me Izet Haxhi, kam qenë shok me Shpetin Balin. Shpetin Balia nuk di çfarë opinioni kanë tash, po atër ka qenë student i dhëtorit bashkë me Pal Serreqin, me një grup studentësh, po sidomos Pal Serreqin, djali i Alfred Serreqit, ish ministër jashtë në fitoren e Partisë Demokratike, mas 22 marsit. Dhe unë isha shofer në tregti, kisha para, i nimojsha, ju gjitha. Jo, për gjitha ata që po na ndjekin, kërkojnë ndjes. Çfarë punë bënit ju? Çfarë? Unë kam qenë shofer në morën tregtare, Baramzor. Po, dhe mbas 90-s? Mbas 90-s kam punu këta kohë në policinë kriminale në Vlorë, kam punu pastaj në 98-ën kam qenë shofer në drejtorinë arsimore Baramzor. Po? Edhe masaj e kam lanë, kam dalë invalid, se unë jam operu, kam vena plastike në 2 durët, kam blokim probleme me gjakun, dhe në vitin 1983 unë jam operu, kam vënë venë plastike aorta në 2 anë. Në spitalin numër 2 që u shatër, klinika e parë. Zotë Mustafa, tani, ngjarja e parë e madhe dhe e rëndë që ende flitet dhe sot është ai atentati i parë që ish bërë Azem Majdarit në vitin 91, teksa ai udhtonte me traget drejt Tropojës nëpërmjet liçenit. Dhe aty u vra Isuf Haluci. Ju keni qenë aty? Eksakt, dakor, po. Unë Isuf Haluci ne kam pas shumë shok. Shok e kam pas, por shumë shok kam pas vllai. Isufin ishim shok,
me Partinë Demokratike, me Lvizjet Demokratike, Suvi doli atër sa pa dal nga burgu, si bani burg politik shumë, edhe adite që erdhe Azem Hajdari në Tropoj, bashkë ishte Sali Berisha, Azem Hajdari ishin... Ju kujtojnë data? Ja, datat jam shumë jam shumë me datat, po të vitet po. Në fillim? Po, në nishin erdhe u dulem për para, i dulem për para në qafë në si për firë dhe atje në, u dulem për para herë shumë erdhen, erdhen në Tropoj, shkum për vizit tek varri tek tyrbja e Devishlush, dhe të thëmë vërtetën, aty ishte shgënjimi maj madhe ma, pak për mua dhe për shumë njerëz, kur të këtyrbja e Devishlush e mori fjallën Mehmet Elezi. Mehmet Elezi ishte, ka kaluar shumë etapa në kohën e komunizmit, në Barancur sekretar i Komitetit të Rinis, në Tiranë sekretari i parë i Komitetit Qendror i Rinis, sekretari i dytë në rreth në Elbasanit, e shumë etapa, dhe kur e mori fjallën e tha, ky burr nërë ato, çka tha me këtë mjekër të vllash që ka luftu për demokracie, për kështu shekuj në vite, me thonë drejten, aty merri me vjellë. E thash Azemit, që është telat me folkit komunist. Kur ky person, Mehmet Elezi, kur ju ka pre mjekra Devishlush, ka qenë vitin 67, du të kemë qenë, atër u kam qenë në shkollë fillore, ky ka qenë në shkollë të mesme, ja ka drejtu rinin e Baramcurit, i ka frymëzu për mja pre mjekrën Devishlush. Se Devishlush ja pre mjekrën kështu në mënyrë demonstrative? Po pra, ja kanë pre mjekrën në Tropoj, e kanë rrath, e kanë masakru. Devishlushën? Devishlushën? Po, Devishlush, ky Mehmet Elezi. Mehmet Elezi me... Për gjithë ata që më ndjekin, për qenë qartë, në momentin kur u bë me ligj ndalimi i fesë në Shqipëri në vitin 67, Devishlush, një personalitet dhe një klerik i jashtëzakonshëm i fesë bektashiane, shumë i dashur për popullin e Tropojës. Dhe një personazh edhe sot atë dashuria për të ende vazhdon e përcjell brez pas brezi, i kanë prerë mjekrën në mënyrë demonstrative në Tropoj, në Barancur. Në Tropoj, po, ku ishte sekretari i një, ishte Mehmet Elezi në atë. Wow. Komitetin e një. Po dhe pastaj çfarë ndodhi? Ky po thosh thash Azemit, ja më t'ia fut në gjerë për të hiqja mikrofonin. Le tha Azemit çfarë më tha doktorët, Sali Berisha tha e ka marrë. Si përfundi marraj mitingu, ajo takimi aty të tyrbë të Devishlush, këtë kohë djali Xhaxhait, Azem Hajdarit, kishte bën një aksident me makinën e Azem Hajdarit, me një Ford që i kishin falë Azemit, disa shokë të vet, edhe ishte në spital. Shkojmë na, e shofim, makina ishte dëmtu, mirët vendim që mira shkut, merë vendim Azemit që me qu makinën në Tiranë. Dhe i thot Jusuf Alucit, merë makinën time, vene një kamion, dhe me qu në Tiranë në përmes tragetit, për të rregulluar. Më thonë mua, ishte të PD-ja, ishte edukator, ishte komitetet e Barancurit, edhe më thonë, me qenë që isha shofer në tregti, a ka mundësi, thonë, me në gjithë 20 litra benzin, aty është 20 litra, në fakt, benzin, me qenë që ti ke kamion zith, isha unë tregtis, dhe kisha 800 litra fond në karburantën e Barancurit, në pikën e furnizimit, e ishte në emrin tim, dhe e mirë shaun e thirmot shaun. Sa shpo mërë pa e japë. Edhe se këtë benzin e donin për fugonin që punonte me benzin e përparim me çaushnit, i cili do shkonte bashkë me fugonin e tina
mi shëqru makinën ku ishte kamioni me veturin e Azemajdarit, dhe me këtë fugon do shkonin Qanit Qerjama, një djallë nga Babroj Tiran, dhe Skënderja Upi, shokit të ta shok ato, edhe të Isufaliucit. Edhe Qanit Qerjama kishtë arë të rëpoj me një primitiv, kishtë arë me një motor, java. Edhe kishtë maru benzina, a i kishtë pësu defekt, nuk e di. Dhe e kishtë hypë në fugonin e përparimit e motorit. Okej, thashën do t'ja shkur të benzinin, bim të ke karburantu, edhe aty ishte hajnja në gruët që përnë aty, thashë do t'ja bish 20 litra benzin, unë në emrin tim. Unë kishtë një fugon timin, e shëtë faktikisht benzinën edhe për veti, unë një fugon si ja të sa për kisha morë atër, edhe ishte me 20 litra e mi dhonë për pranimit, 3 litra mu, ja hel firme në këtë kohë që po frizdosh me karburant. Fugon ishte i Sufaliucin, ishte përparimi Qaushi, ishte Skënderja Upi, Qanit Qerjama, ishte Petri Gjyryqi një policë, që nuk jetën në havajt. Edhe, po furizosh, në këtë kohë vjene Azemhajdari nga qyteti, kafe qyteti, ashtë do 200 metra. Vjen me një vetur tjetër, edhe zbret. Zbret e vjen, e kalon rruga afër Karbrandit, vjen aty. Përshëndetje, thot, faleminderit, tha mu bëram që dhe benzinë, e kështu, ka gjatë ashtë, edhe i thot i Cufi kishte vesh një meshin zi. Meshin, edhe Azemi thot i që thot, veshe për dësyën tim, thot, se duket automatikë, thot, kur të dalsh me automatikë. Thot, po e kam hes tyte në thot automatikë, thot, nuk ka shto. Jo, merë, thot, edhe ja heq meshinin i Sufit, dhe ma ja heq. E ka, edhe ja heq meshin, e heq i Sufi meshinin, edhe vesh për dësyën e Azemit. Edhe, thot i Sufi të i qesht, po ku diun me majtë e këtë zjas me vesh me vorrypin, me mërthy. Edhe Azemi e thot shumë mërthet rrypin, edhe në këtë kohë vjene nga poshtë, kanë qenë asistentët ma vonë, dyret asistentëve, edhe vjen Sali Lusha bashkë me, nuk e më kujtojë mirë, për më shkelzen Hoxha më duke ta se kush ka qenë adire, nuk e mojë më mirë, ka qenë me i shok tonin, edhe afro thot, i snufta të gëzot, duke si deputet. Edhe Azemi thot, unë do bie thot, në buja, thot, me pa thot, të kështë një shpata, të në atë po kishin vra një djarë nga fisë shpata, se kush të zma nuk bie, po kishin vra ka qenë ekonomist në kooperativë bujësore Margega. Se egzistorin kooperativë, ka po masë që të ndikë. Edhe, thot mu, thot që mund kishtë të thonë aty të përdejën, pa të thonë që i baram të të dalë shpara Arbenimomin, se do të vi me target, edhe do të ashesës për në baram të thonë, edhe mas dite do bojnë një takim. Okej, thashun, këtë kohë thot, Azemi mu baram, thot erdi Arbeni, është këtë turizmë të Arbenimomi, erdi nga qafe e monit, thot. I më shko të tragetu, thot. Në dakor, pasë nuk shko. Ja vazhdojnë i Sufit e këtyne që po ishë për Tiran, sa në falimderet, hypen si për në qytet, së është një malore, hypen një kamion i Sufi me kamion, në vend parë, ka me fugon, edhe shkun këtë trageti. Unë me eta po përshë shamas dite për mu takue me këta të pëdes, i thonë grustime, nuk i ka thashën prandaj ma po të reken vlati, në të kohë të vlajim, mas e gjysë është e këtë punë. Vjen vlajim që nuk jetë nërmor me Mustafaj, thot, e nga që të morë veshaj, thot të morë veshaj, jo i thashën. Sa të kanë gjujë, sa këtë tragete, sa kanë gjujë një Sufaliucin. Ka thu mërë thashën. Jo mërë burë, po, tha ku është për spitali. E unë dalë, për herë marë fugonit, e dalë për më shku të spitali.
tek Rumullaku të rrethi policë aty para busit barancurit, unë pash Nuri Hajdari, bashkë me shoqen saj Razgjetit, sa të rrinë gjithmonë bashkë, edhe më thretë, ku për shkon tash? Kanë plagosi Sufin. Jo, këta se ka vdek, e kanë jetrojnë të shtëpia. Po kusht aty? Më lemë unë, thanë në telefon të shtëpisë. Okej, thashon, mora Nurinë, rrotën, unë i ka me shpeci, pak kisha me më kohë. Nga shpecia që kisha më put rrybi motorit, e la makinin tek në fund, ke ura e fundit qytetit, poshtë Varrezave, e unë i të më kam, shkum ke shtëpia. Shkum ke shtëpia i Sufit, vllazë i Sufit është, e familjes, edhe aty në moment, e zbritëshin, edhe ishte një fragment që një pashu i të mërshëm, një vajzë, se i Sufit ka pas modër, për një vajzë duke dikur si ishte ajo, edhe sot, po bërtitke, se nuk kena përtasim kuku femnat. Edhe i thot nana i Sufit, mëllë gojnë meqë, thot se si ka thonë kur nana kuku është me dep, po lumë nana, se burri des pej plumi, edhe sot lumë nana pa. E shketa. E kutim, e morëm trupin, e futem aty në katin e pas, ishte një kat, ishte në Cadoma, dhe më thonë muë, ti para me i stanë, me qenë të kini pas shok me Isa Mustafa një krokën në kushërinjë tim, dhe jam shumë mirë me ten, veç kushërinjë që kam. Do të lani, thot trupin i Sufit, po mërë thashun, mos e pa problem belojmë, kur s'kësha latë dekun, s'ka latë gjallë, po dekun një të jo, edhe e lajmë. E lajmë, e veshim, e kishim marrë plumat nga mrapa, edhe dalë për para të zemra, nga mas të kishte si kullot makarora, pika të zeta, se nga për para ishte banë grot. I kishin vunë pa mu kemostatik për me marru gjakun e këta, po prapë artën dhe gjakun. E murë, i po kjo të ashtë, do mënë kjo është qeftja, vrasja, kur pëndu vrasja i Sufalusit. Kush e vrau? Ma vonë i morë vesh se ka vrau Ferit Kernoja. Po pse dhe para njërë kjo ndërrimit të gjupit me pardesyn, ajo e ka vrar një distancë largët, bese? Jo, ajo ka vrar të trageti, e ka vrar në distancë aftë aty të trageti. Po e ka nga të ruar? Nuk di të thëmë ketë, unë nuk di me thonë ketë se kjo është një gjanë shumë të ditshme, por aty e ndrodhi, të mund grupin një amori asdemi edhe përdesyri një vakë. Tash, a i ka thonë që mua Ferit Kernoja, ka thonë Ferizit që mua i Sufi më ka rashë putë në Tiranë. Pes kjo të vërteta, vetëm ata e zoti e di. Por kjo ka ndodhë, pa thomate që ka ndodhë. Si kush i ka qëlluar me shpull? Ferit Kernoja në gjyq, ka thonë që i Sufalusit më ka qëlluar me shpull në Tiranë. A e ka thënë në gjyq?